Unë jam 3 vjet me detyrim paraqitje për një shkollë, kupton? Edhe më dash në shtëpi. Edhe muaj të parë, muaj të dytën piu 2 bira. Unë nuk rri më me ty. E kam marrë me zor, kam një për makinë. Ata janë jeta ime. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një baba, është baba i 4 fëmijëve, i cili fatkeqësisht prej shkurtit të këtij viti ka humbur çdo lloj kontakti me ta. Por çfarë ka ndodhur mes çiftit që konsumoi më shumë se 15 vite me martesë dhe i dhan fund vetëm përpara 2 viteve, do të jetë Edmondi që do na i rrëfej këtë histori, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. Edmond, përshëndetje. Përshëndetje. Më ke telefonuar përpara një jave në fakt, por unë nuk munda dot, isha jashtë Shqipërisë dhe kisha të pamundur që të lidheshim. Por jemi sot për të folur sepse me sa kuptova ke probleme pas divorcit. Po, akoma se kemi marrë divorcin faktikisht, jemi në proces divorci. Nga është në apel çështja për disa gjëra se s'jam dakord me një fjalë. Edhe pa mbaruar kjo, ajo ka marrë fëmijët dhe ka ikë pa urdhën tim, pa fjalën time, në mënyrë ilegale. I ka marrë nga Kosova, nga Serbia, nga Hungaria, i ka kaluar. Por, I ka kaluar fëmijët. bëhet fjalë para sa kohësh janë larguar fëmijët që ti s'ke kontakte? Që me datën 18 shkurt. Të këtij viti. Po. 18 shkurt që ajo është larguar dhe dua të pyes. Me sa informacion kam nga vajza, me fjalë ditën fiks nuk e di, po me 18 e mbrapa. Qa moshe kanë fëmijët? Kam 4 fëmijë, vajza e madhe është 13 për 14, e dyta është 9, 6 vjeç, edhe djali i dytë me një fjalë po shkon 2 vjeç. Të gjithë janë nën moshë, të 4 fëmijët. Nën moshë, po, patjetër. Por si ka kaluar ajo kufirin e Shqipërisë me 4 fëmijë pa një prokur, se kjo është të vëzhduar në kokë? Jo, nuk i ka kaluar prokur, i ka kaluar ilegalisht, kundra me një fjalë nëpërmjet doganës siç kalojnë shumica. Ne e dim këtë se si kalojnë të gjithë. Edhe kemi pa këto raste, gjithmonë kemi pas, edhe unë emigrant kam qenë 20 vjet, e kupton. Kur je ndarë fizikisht me gruan? Fizikisht bën që në 2024. Në vitin 2024 ju jeni ndarë fizikisht, por jo ligjërisht. Po. Jemi ndarë me fjalë që në 2024, po. Por pse nuk ishe dakord me shkallën e Me letra jemi në s'kam qenë asnjëherë dakord. Arsyet kanë qenë arsyet për një debat që kemi pas me njëri tjetrin. Edhe për një moment me një fjalë kam dhënë një shkollë unë. Edhe nga i momenti që kam qëlluar e kam dhënë një shkollë, në moment të sipër, ajo kam ka të nënsuar dhe ka vazhduar proceduar për arsye që më thoshte o të ikim në Francë, ka gjithë njerëzit e vet, po s'ka, kupton? Ju ka denoncuar për dhunë? Po, patjetër. Çfarë mas? Për atë e bëri gjithçka ajo. Kupton që tikës se s'bën në Francë me letra, me dokumente. Në nxjerrë mund të keq edhe pa dëshirueshëm, baba i keq njërin tjetër gjitha të zezat, edhe në fund të marrë fëmijët dhe të ikte. Ajo nuk është e vërtetë që i ka pretenduar zonja, të çdo gjë më ka qenë me e qëllimshme që të ikën në Francë tek prindërit e vet dhe tek motrat e vet. Ma ka deklaruar dhe vet, kemi ndër diskutime, më ka thënë që nuk jetoj këtu, unë duhet shkoj të jetoj në Francë. Unë një kohë që bëra 5 vjet në viti 6 që po operoj një biznes në Shqipëri, edhe këtë biznes ma shkatroi. Me një fjalë që me zonë kam ndërtuar, për familje kam ndërtuar, që kam punuar 20 vjet në Kurbet, erdha këtu bëra një biznes. Edhe në fund fare, edhe këtë më vinte këtu dhe më ngacmonte si më mundohet që më nxjerrë jashtë vetes mua dhe të më detyroje që unë ta qelloj prapë me një fjalë mund bëhet keq, edhe më denoncoja prapë në polici, si që të ketë urdhër mbrojtje, të ketë gjëra të tilla, edhe që të ikën në Francë të marrë azilim. Po kupton? Edmond,
Por gjithsesi edhe atë nuk e mori, se ka morën, që shkolla e parë, me një që ka shkollës parë, i ka dhënë të drejtë, ja kam dhënë dhe une, se s'duhet të plozi me fëmijët e mi, se janë 4 fëmijë ato, i kam thënë që ti maje nëna, ti edukaje nëna, sepse një baba s'mundet me i mbaj, jo që s'jam i gashëm, kam qenë gjithmonë i gashëm me i mbaj, nëse nëna nuk ishte zoja, por ja kam lënë vetë fëmijët e mi. I ka dhënë të drejtën gjykata që vinke me pëlqimin tim në Francë, sepse ka kërkuar me do mos, me një që ne unë du shkoj në Francë, shkoj prindet e mi për arsye që mos ndajmë nga prindet, okej, në rregull çdo gjë. Prapë dhe ajo nuk i ka mjaftuar zonjës, edhe i ka marrë dhe ka ikur ilegalisht. E ke denoncuar në polici që fëmijët janë larguar nga Shqipëria pa prokuror? Patjetër që e kam denoncuar në polici, e kam dërguar dhe Ministri i Drejtësisë, e kam dërguar dhe Avokatit Popullit, që gjenin drejt dhe unë. Akoma s'kam marrë një përgjigje nga Prokuroria e Durrësit, as policia. Unë i di ku janë fëmijët e mi fiks eksaktisht, i kam me video, i kam me fakte, se unë flas me vajzën nëpërmjet Snapit, edhe ajo është shumë e frigur dhe më thot papi, kur do vish të mojë, se unë nuk rri dot, fëmijët janë pa shkollë atje, i kanë qenë nga shkolla, s'kanë qenë në shkollë, 2 vajzat janë në shkollë, 2 tjenë janë në Kopësht, i ka marrë dhe ka ikur, edhe atje janë akoma pa shkollë, se po kërkon azil. I qartë, Edmond, sa vite martesë konsumove me nënën e 4 fëmijëve? Une që në 2010 më të ushë, 15 vjetë. 15 vite martesë dhe sinqerisht më vjen keq. Po vajza 14 vjetë. Më vjen keq që është shkatëruar familja juaj. Mendimin shikoj, këtu në Shqipëri është me tarë keq, sepse po mundohen çdo lloj institucioni me fjalë po dhapin drejta feministe. Unë kam 2 vajza. Ja nuk dua nënën e 4 fëmijë me një fjalë. Aja është krim me një fjalë që mund të bëjë një institucion, që të mundohet me si avokatën e vet, është një program ku dimu se ç'i quhet ajo në Durrës, ndihmës sociale që di unë, e ja që çau japin. Se ja mundohen me të bërë të keq baba, si me shkatru familjen, edhe më u dhën shpresë në orave se kjo është e drejtë dhe ti ke për ta përfituar azilin, ke për të ikur në azil, edhe shkosh po mos u mërzit, i thoshte. Ajo avokatja vetë. Që nuk u mundua njëherë, avokatja vetë njëherë nuk u mundua për arsyet e veta, sepse ajo ka nevojë për famë, sepse është e paguajtur nga një institucion Forpeo, si ka ajo, nuk e di si ka ajo. Ja ka marruar. Edhe me shkatru familjen. Nuk u mundu njëherë avokatja, sigur dhe njëherë, me thanë, a di si është puna. Nuk kam dhe unë avokatën time. Unë s'po marrë do të frim me denoncimet që ka bërë ajo. Me shkatrimin e biznesit, me ulljen e moralit, me ullje çdo gjë nga ardhë, këtu ka shkatru vendin, dashni ka me vite, ka me çdo gjë, edhe në fund fare të mbëje mua dhunus. Edmond, ti e ke gjuajtur dhe aty ke gabuar dhe kjo të penalizon, sepse ajo ka bërë një denoncim. Unë për atë kam marrë dënimin tim. E kam marrë dënimin tim. Unë jam 3 vjet me detyrim paraqitje për një shkollë, a kupton? I e dënuar me detyrim paraqitje dhe vazhdon të jesh akoma me detyrim paraqitje. Po, patjetër që po. Edhe zonja me herë dhe mua kam bërë dhe këtë kërkesë. Si që si është e mundur që unë jam dhunu, se mundohet me herë me dhunu nënën e 4 fëmijëve, kur nënën e 4 fëmijëve vjen 1-2 këtë tek lokalin. Se ne kemi pas një biznes bashkë. Edmond, unë duhet... Edhe njën dhe më shkatron dhe pronën. Me më ullë mua, si me më qunën e grad, që unë ta lej biznesin që t'ikim në Francë. I dashur Edmond, unë besoj që martesa juaj nuk u shkatrua brenda një dite, prandaj të pyeta sa vite martes keni, ti më the kemi plot që prej 2010-ës. Njoja juaj ka qenë me mbresëri apo me dashuri? Sepse zakonisht to histori që nisi me mbresëri zorë se lind dashuria dhe kaloi në divorc shpesh. Flas nga eksperienca e historisë. Si gjithë njerëzit në Shqipëri e dinë se si ka pas shkuar, kupton? Edhe ne kemi të bëjmë edhe më shumë me fjalë se djali tezës time me një fjalë ka motrën e vet nëpërmjet asaj më njohur. Ka qenë një person i kemi pasion me një fjalë afër komshi. Edhe nga jojmë kemi vazhduar me një fjalë lidhje. Por mirë. Po thua si brësli i bie. Por mirë, çfarë ndodhi gjatë martesës tuaj? Sepse besoj që nuk ndodhi atë ditë që ti futesh shpullën dhe ajo iku. Besoj që gjërat janë përkeqësuar ndër vite. Ju sollët një jetë 4 fëmijë, e rritët familjen. Për çfarë lidhen konfliktet?
Patjetër që po, por nuk e di, njerëzit e vet janë futur shumë të thënë të drejtën, shumë me qenë negativisht. Sepse gjithë njerëzit që ka janë në Francë. Motrat, vllajnë, nënën, babën, me një fjalë dhe ajo, me një fjalë kanë ndjerë me një fjalë duke marrë opinionin atyre, hajtë se je më mirë këtu, ke jetë më të mirë, do jetoni më mirë, për fëmijën, për njërën, për tjetërën, e ke parasysh, duke i futur ditë për ditë mendime, edhe mund të më thuash ditë për ditë njëjta gjëra, do më ëmbëlsosh, a kupton? Nuk më bën ky vendi këtu. Po, gjithsesi unë mendoj që një grua që ka 4 fëmijë, ka 15 vite martesë, ta shkatërroi thjesht fakti pse nuk ju plotësua tekat i ki në Francë. Po, pra, shumë lindi me një fjalë, si thaj, gur bëhet mur. Ditë për ditë shtohet pastaj. Shtohet me një fjalë ajo, mënyra keq interpretimit, me fjalë përgjigjet njënën tjetër në grindjet, lindin me një fjalë këto. Jo unë ti, jo po, jo unë du të shkoj, jo s'du të shkoj. Lindin ata fërkimet, e kupton? Ti nuk ishe dakord të jetoje në Francë? Jo, asnjëherë s'kem qenë dakord. Unë kam qenë në Francë, e kam lënë tek prindit e vet, lënë 3 muaj. Por në momentin që kam hap një biznes këtu, unë lash kurberën, se unë lëm Greqinë 20 vjet. E një kohë që lash Greqinë pas 20 vjeç, ktheva në Shqipëri, kam bërë një biznes me një fjalë. Një restorant grek që punoj me një operoj pa 5 vjet. Shoqërozohet në ekonominë e kemi pasur shumë mirë. Arritëm me një fjalë me nga zero, arritëm shumë mirë të kemi të ardhur ekonomike. Me bëhet një familje, me fjalë shumë mirë, në qenje ekonomike ishëm shumë të mirë. Nuk ishit arsye të emigronit, se jetonit mirë me biznesin tuaj. Nuk më bënte me gjë që të emigroj, në një moment që ishëm i kënaqur me të ardhurat, me çdo gjë, fëmijët kishim në shkollë, në kopësht, me çdo gjë, me një fjalë ishim të kompletuar, me shtëpi, me makina, me biznes, ishim çdo gjë ishim në rregull. Në momenti që ajo Vjen momenti i shkatron çdo gjë. Por në momenti që ajo shprehu dëshirën që do largohej në Francë, besoja ke bërë pyetjen që pse nuk je e kënaqur në Shqipëri, se nuk besoj si ka munguar gjë. Sepse duhet të jetë me njerëzit e vet, duhet të jetë me njerëz që është e komplikuar që tim me njerëz. Mundohet nëna, çdo gjë në nëna në botë të ato. Që t'i afroje me një fjalë që të jenë gjithë bashkë. O do jenë të gjithë bashkë me mua, o nuk ka, thoshte nëna vet. Ti ke folur me ish vjerën, besoj me ish. Patjetër që po. Patjetër që po, dhe i kam thënë që unë nuk jetoj dot atje. Nuk vi dot me jetu atje. Por ata çfarë thanë? Nëse ikën ato mbaruan, ato kanë mbaruar, ato kanë ikur. Puna është që të shkatrosh një familje, mirë që shkatrove 4 fëmijë të i more dhe ike. Shkatroj dhe një biznes, më shkatroj jetën, e më ta shkatru 20 vjet, 25 vjet punë. I dashur Edmond, unë dua të di çfarë ndodhi atë ditë që ajo u largua përfundimisht nga shtëpia jote. Për të qëllimin që për një shkruaj. Pse e godite? Po kishim një debat me një fjalë, debati agregoj, kishte pinja 2 bira, të lutem mos e agrevo, qetësohu, i talem, jo familja jote, jo familja ime, ke parasysh si lindin këto muhabetet. Edhe nuk e kishim, ulem me një fjalë si pure grua, do në jetë këtu, duke bërë muhabet, do pish një birë, moj një birë. Edhe moj të parën, moj të dytën, piu 2 bira. E parë që me një fjalë po kërkon të konflikt, me fjalë me do mos. Edhe jam munduar që t'i iki konfliktit. Jam munduar shumë që t'i iki konfliktit. Brenda 2 orësh me një fjalë që me një fjalë dhe unë si burr nuk e durova dot. Rrita me një fjalë që nuk më poshte asnjë lloj mënyre me një fjalë me më qetësuar. I thonë bëj këtë bëj atë, pisa duash vetëm më qetëso mua më lëra. Tani muhabetin, pisa të duash, rrisa të duash, vetëm më le të qetë. Ne kishim edhe 4 fëmijë këtu, a kupton? Ti e ke goditur brenda lokalit, sherri ka ndodhur brenda lokalit? Po, brenda lokalit. Ne kishim edhe 4 fëmijë, ne kemi një dhomë këtu, edhe ishin dhe në gjumë fëmijët. Edhe në atë moment, të nesër në darkë, kemi vëkra ikur, e kam marrë pastaj, ka gërgu situata, kemi marrë fëmijët e një ke shtëpia. Pasi kemi ke shtëpia, ka marrë policinë telefon. Ne duhet bërë më, me qa është kjo gjë, i thash që po bën? Unë nuk rri më me ty. Okej, në rregull, dakor. Ike qetësohu se flasim nesër. Pa ulur me një fjalë
se vajti ke kërvati, erdhi policia, na ka marrë policia. Ne kishim dhe 4 fëmijë, sa i shumë në shtëpi, gjysmë një djalin e vogël e mori erësisht në 6 punësh, 3 fëmijët i mora unë, shku në shtëpi. Edhe aty më ka marrë policia, më ka futur brenda. Edhe më ka futur me një fjalë që e kam goditur në sy të fëmijëve, nen mas neni, si të shkatroje mua, edhe të më qojë në burg, që të marrë fëmijët edhe të ike. Në Francë, me çdo kusht me një fjalë. Në momentin që kam net 4 ditë në burg, kam më thënë vajzës madhe, mos u mërzit maj, se tani do ikim në Francë. Ajo fëmija është si për mua, si për atë. Nëse ti don që të ndash në një burg, apo si edhe unë, njëjta gjë është, ka 2 rrugë. Paqësore urdhëron. Ti këtë ndër në ultimen. Kemi me rrit 4 fëmijë, unë për ty s'jam as ti për mua, jo edhe mbaroj punë. Nuk ka nevojë që ta kërkosh, ta qesh në polici, në gjyqe, budalliqen fet tash. E qartë, por. Ata janë për mua të tepërta. Gjithsesi. Edhe mbi gjitha këta, jam munduar, kam tentuar më nga shpesh herë, mbasi kam dalë me Granda Burgu, kam tentuar që ta rregulloj punën me të, sepse ishin 4 fëmijë, për 4 fëmijë s'ka problem se më denoncove për theve, nuk ka të bëjë ajo me janë, apo unë, apo mbjell munda mua, apo pse që janë. S'kona një familje, nuk është se kam dashur të tjerë, e kam dashur të shpirt. Kupton, se po më sa dëshmë se kishim bërë 4 fëmijë me ta. E qartë, e kuptush. Jam munduar me një fjalë, munduar me njerëzit, duke munduar si me kushirin tim se ka motrën e vet, si me dajat e mi, me njerëzit e mi, mos si njerëzit e tu, ti si rregullon gjërat. Okej, do të sjellëm njerëzit e mi. I çova njerëzit tu, ulëm bisedu. Prapë me një malinte, e ke parasysh kërkonte diçka më shumë që të më burgoste mua me çdo kusht. Ti i kërkove rikthimin, por ajo nuk u rikthye te ty dhe kërkonte që ti të ishe pas Jo, shpesh herë. Edhe me babain e vet që kam komunikuar shpesh herë, më thoshte me gjëra tjera, më thoshte kështu të tjera bëshin, e kupton? Në momentin që ndodhi kjo situatë, ajo iku, ti përfundove në burg, dole nga burgu, donove me 3 vite detyrim paraqiti, ajo me fëmijët ku jeton. 4 vjet edhe 4 vjet, 4 muaj mora, 3 muaj. 3 muaj kam net me arrest shtëpie. Me arrest shtëpie. Nëna ish gruaja me 4 fëmijët ku jetoi? Momenti që iku nga ty. Jetonin tek babai vet. Te babai vet. Tek shtëpia babai vet në Knet. Në Durrës. Ti kontakte kishe me fëmijët e tu në atë kohë? Me një fjalë kishim kontakte se vinte shpesh herë ajo. Edhe pse ishim para burgimit, ishim në arrest shtëpie, vinte shpesh herë. Te zonja këtu. Apo te lokali? Po. Tek lokali kam pas morë, se kam pas një edhe shtëpi në gjitë me një fjalë mora këtu. Nëse, vinte shpesh herë, i kam merrte makinën, kishim 2 makina, njëra kam pas për vete, një për zonjën, a kupton? Edhe njërë makinë manda ajo si qënë dhe fëmijët nalë dhe poshtë, vite merrte me hërë me bimë, vite dhe fëmijët jepshëm dhe lekë. Por, çfarë diskutonit me njëri tjetrin kur uleshin tavolinë? Po prit, thotë se do i rregulloj. Prit, se do i rregulloj. Me kupton? Me njëherë kërkonte kohë, sepse ajo ishte udhëzimet që jepshin edhe familjarët e vetë ndikohen shumë, por edhe avokati ndikoi shumë. Avokati Arisita Shpatra. Gjithsesi ajo ka bërë vetës vetë, që nuk mund shkatrosh një familje me një fjalë. Na si bën mirë. As nëna as mund të më shkatrua, nëse nëna edhe baba arrin në një moment që nuk marrin konsensus me njëri tjetrin, fëmijët janë fëmijë. Janë 4 fëmijë. Ata e përjetojnë më shumë ndarjen e prindërve. Po, patjetër. Nuk po shoh fëmin tim unë, duke qarë duke u loritur, sepse ata janë mësuar, se unë kam qenë shumë i lidhur me gjithë fëmijët, jo vetëm me njëri. Se jo më të madhen, se madhi është 14 vjeç e kupton tani, por me gjithë kam qenë. I merrnim me një me çu, i marrim ke shtëpia ime, kur i çonin tek shtëpia tek zonja, klasin, u lorisin, qanin, bënin, më vinte shpirti për to. Pra, fëmijët nuk dojnë që të shkonin në shkollë, e ke parasysh lindën ato gjërat pastaj.
ajo nuk merrte as iniciativën, ma ardhë më ullë me mu, i thonë, hajde ullemi me fëmijët, e të bisedojnë, si me të madhe, me të vitë vogël. Që është e jona ka mbaruar, okej, po fëmijët si të t'ja bëjnë? Mos të ulim në një kafe, e themi, di që shkona, nëse fëmijëve shko, ne kemi ca probleme, ama do t'i rregullojnë, ju shkoni në shkollë, vazhdoni shkollën, sepse s'të dëgjojnë me shkollën në shkollë, kupton? E qartë, e kuptoj situatën. Se shkollë i nxorin nga shkolla, ke rrinjëm se rrinë në qatë zote, i sëllin në këtë. E zënë. Edhe ishte shumë problem për fëmijën, që të mësoje të vazhdoje me një fjalë në tjetër shoqëri, tjetër mësues, ishte tjetër nivel këtej. Ishin mësuar ndryshe. Edhe aty t'i ka ndodhur shumë problem për fëmijët e mi. Sa që arriti me një fjalë dhe babai vet, me një fjalë me dhunu vajzën e madhe. Vjeri gjyshi ka dhunuar vajzën? Po, që e ka dhunuar, edhe nuk e pranoi në fund se e denoncova, edhe nuk e pranoi në gjykat, nuk desha që të vazhdoj ma shumë, e lash me kaq, në rregull, i thash dhe herë, lutem mos ma prek. Fëmijët, po e prek edhe herë, la më bje mua, fëmijët s'ke drejt mu zonë me fëmijët, se është 70 vjeç burr, me është me fëmijët 12 vjeç. Si e mësove këtë episod? Që si e sitër që ta kërkoj situatën që të më vrikosin mua, sepse as t'i pam nuk e duron atë gjendjen e fëmijës vetë. Por ju vetë që unë shkoj dhe të konfliktohem me të, që të konfliktohem me të, që të unë të vinë burg. A kupton? Ju dyshoni se të gjitha këto situata janë krijuar vetëm faktin që ti të reagosh keq dhe të jesh pasur. Patjetër që po. Patjetër që po. I kam dhe me fakte, ka ardhe ka lokali me fakte. Edmond, por si... Vetëm si që unë të reagoj në një gjatë që mua më bëhet dhe e fundit. Edmond, po si e mësove faktin që... Kam bërë durimin tim, patjetër që po. Jo, e qartë, dhuna është ndërshkohet. Ti e ke provuar. Një shpull dhe përfundove në burg me arrestim, detyrim paraqitje është e Prandaj dhe unë nuk kam vepruar. Dhe duhet jesh i qetë. Na si bëjmë mënyre. Si jo që si ka bërë të drejtën. Ja ka bërë haka i babai vet. Ja ka bërë shumë haka. Ta themi të drejtën, se nuk trajtohet ashtu fëmia. Edhe akoma vazhdon me vajzën e madhe, edhe flet të njëjtat gjëra. Edhe më vjen keq për ta. Sepse një burrë 70 vjeç nuk mund të flasë me një vajzë 12-13 vjeç, ti ulë psikologjinë, moralin. Sado që keq që të jetë babai vet, unë jam babai. Ndoshta mund të jemi keq ndryans, ëh? Po pra atë jam babai. Patjetër, nga i ke mësuar që vjerri vazhdon të sillet keq me fëmijët e tu? Unë flas me vajzën ka një javë një fjalë që e kam gjetur snapin dhe flas me të, vetëm në snap. Dhe çfarë të ka treguar vajza? Urdhë? Çfarë të ka treguar vajza? Çdo gjë me një fjalë që i thot gjërat më të nevojshme. Ju do vdisni, ju do bëni, ju një rast shumë, një rast shumë ke parasysh. E këto janë të rënda, nëse vërtet ndodh. Ai janë të rënda me se nuk e duam pjesa është nuk është e vogël ajo, nuk është se për një 5 vjeçar, okay. Te i bëja thuni ajo, po shkon 14 vjeç. Kupton? Dua të pyes Edmond në momentin që për arsye që ta largoje nga babai, e kupton? Ja të mundohen që ta largojnë sa më shumë nga unë. Por ty ai ka larguar, mua e di dhe me ndodhjen, më ka thënë dhe me video, edhe me mesazhe që vajza më ka thënë nga ka kaluar me nga ajo Hungaria, gjitha. Në mënyrë ilegale dhe kanë mbritur në Francë. Edhe më thotë të lutem, hajde merrem më bën. E ja si shkojmë tani, ti hypi avionin që atje të bëhemi kequr. Jo, nuk arrin dot ama në tilla kushte, është atë i bie që unë shkoj në burg. Po, përfundon në burg. Nëse ti shkon prej biletën dhe merr fëmijën se nuk e sjell, duhet prap prokura. Ajo ka gabuar, ka shkelur ligjin, ajo do dënohet. Po, pra. Jo, i bie me bërë të njëjtën gjë dhe unë, që me jeta lem ligjin, se ligji nuk po bën punën, edhe unë të marr një makinë, të hypi makinës, të shkoj të marr katër fëmijë të mi, ti kaloj legalisht, edhe ti them pushtetit pastaj i mora fëmijët. Çu i bie? E kuptoj logjikën tënde, mënyrën. Me fjalë në them, çu i bie në thonjza, çu është e drejta me një fjalë, vëm kanunin. Po vëm kanunin dhe punon me kanunin. Që janë kthehemi 100 vjet më radhë. Ky është shteti me një fjalë, kupton? Që unë s'kam marrë një përgjigje akoma, bëra 20 ditë që kam denoncuar, edhe akoma se kam marrë një përgjigje nga policia as nga prokuroria. Edmond, pavarësisht se kanë ndërhyrë me një fjalë prokurori avokati i popullit, prapse kam marrë një përgjigje.
Edmond fatkeqësisht nuk është neni 127 dhe neni 124. Neni 124 nuk e ka vendosur ai zotëria atje, po gjithsesi 129 është në bashkëpunim me babain e vet. Se nuk mund marrësh ti 4 fëmijë, se nuk janë lodhur me marr 4 fëmijë nga këtë çështje në shtet tjetër. Jo, ajo ka shkelur ligjin, dhe ajo do dënohet për këtë gjë dhe do ta kuptoj që do dënohet. Nuk do që do dënojmë, nuk do që do dënoj, se s'jam ligji e dënon, ligji të ndërshkon. S'ka ku shkoj, ligji të ndërshkon. Nuk do që do dënoj, unë dua fëmijët e mi që mungojnë. Mua mungojnë fëmijët e mi. Unë kisha më mall dhe këtu kur ishim më mall me shku me i takue, sepse do bënte këtë po priste. E pa që unë nuk arrita aty, u detyrua që ti marrë fëmijët dhe ti ke me i fali legalisht. Edmond, se s'kishte rrugë tjetër. Dua të pyes, pse njerëzit e ish gruas nuk të kanë dashur? Se po më tregon marrëdhënie një fort të mirë me ish vjerin. Si the? Ish njerëzit e gruas, ish vjeri, pse nuk të ka dashur? Se po më tregon që marrëdhënia ka qenë e thyer mes teje dhe atyre. Jo, ato unë asnjëherë s'kam qenë me ta, kupton se kemi qenë larg. Unë kam 20 vjet në Greqi, s'kam shumë me vjerin, as me vjerën, as me asnjë. E vetëm gjë që kemi mund të kemi ndëtur me ta 2 ditë, 3 ditë me ta. S'kam ndëtur më shumë. Ja, s'kam pas marrëdhënie që ata kanë qenë në Francë, unë kam qenë në Greqi, ku kam marrë nga Greqia, ata kanë qenë në Francë. Prapë, e kupton, nuk është kemi qenë këtu. E qartë. Ata s'kan ndëtur këtu në Shqipëri. Pas divorcit, le të themi, filluan konfliktet me ta. Po, pas divorcit, pas logjike, normale. Do mbajnë krahun. Ishte vetëm babai vet. Vetëm babai vet. Kjo ka qenë plan Odeta. Këtë ka pasur plan. Me njerëz si me mor me ik fëmijët atje. Me çdo kusht. Sepse nuk jeton dot këtu, s'do të këtu. Ndalemi pak, ajo qëndroi një vit e ndarë me ty, jetonte te shtëpia e babait, jeton në shtëpinë tënde, ajo vinte te lokali me fëmijët, ju takoheshit dhe vendosët të vinit në gjykatë. Çfarë vendosi shkalla e parë në divorc? Shkalla e parë ka vendosur që fëmijët i kalojnë nënës, kujdestarin, për rriti për edukim. Edhe unë kam qenë pranë dakord me një fjalë, siç të thash. Po. Edhe me fjalë vazhdoje, ti ai dha të drejtën që të ikë jashtë shtetit të takojë prindërit e vet. Me prokurën tuaj? Me pëlqimin tim. Po. Me thoj se me fjalë mundesh me lëviz edhe vetë, a kupton? Nëse unë nuk ja jep, mundesh me lëviz, a kupton? Po me pëlqimin tim. Me pëlqimin tim ma ka censuar në letra. Në letra, nëna mund të lëvizë me 4 fëmijët vetëm me pëlqimin e babait. Po, me pëlqimin e babait për arsye kulturore, me një fjalë dhe me pa prindërit e vet. E qartë. Mos të humbë kontaktin me prindrit. Ndërkohë, juve ju la të drejtat e takimit, detyrimin ushqimor, besoj. Po, në atë kohë me një fjalë kur përfunduam gjyqin, ne kemi përfunduar në mos gabojnë në fund tetorit apo në nëntor. Po. Midis kësaj gjendjes me një fjalë fëmijët kanë pas marrë 4-5 muaj, po thuash. Gjatë kohës vajte se nuk donin që të rrinin atje dhe bëra një kërkesë, i hoqën nga shkolla këtu, sepse ishin aq të mërzitur, nuk donin me ndet, a kupton? Po. Edhe unë i mbajta në çafzolet e ku ishin. I kam mbajtur 5 muaj. Edhe në atë kohë me një fjalë që ndodhi gjithë kjo gjëja, unë ishim shumë më përkushtuar, e kishim harruar biznesin, ishim harruar çdo gjë, e ishim shumë përkushtuar mas familjes, që të shkoj me një fjalë të rregulloj punët. Po. Nuk e di sa kupton me gjë. Ishim mas djalit, mas vajzave, mas asaj, urdhëro, jep çonje me hëngër, gatunja nga këtu, ja çojmë në shtëpia. Kjo çdo gjë që bënte me një fjalë që në atë moment ka pasur atë urdhën e mbrojtës që unë mos t'i afroj shtëpisë, a kupton? Po. Ka qenë 2-3 muaj po. Ja nuk e di sa ka qenë që mos t'i afronja. Në atë periudhë kjo çdo gjë që bën një që shkon një merrnin fëmijët, e i çonjë ushqime, i çonjë me hëngër që bënte foto. Çdo gjë i madhe për prokurë, kupton? Për denoncim të dytë. Që unë kam zyrë rregullin. E kupton. A kupton? Po. Me një fjalë në ligj, ishte i tyrë rregulli në ligj. Po. Në parim me një fjalë po. Isha afruar shtëpisë së saj, kishte shkelur vendimin. Po ishin 100 metra, me fjalë 100 metra mos i afrohet. Okej, por në thelb ishte e tyrë ajo. Po jo se me një fjalë kishte të qëllim keq, edhe ajo rrinte me mua. A kupton, nuk është se rrinte me mua. Por ajo të denoncoi më vonë?
Vinte dhe ke lokali këtu, më kishe me video me gjitha, vinte dhe ke lokali, edhe inde, hante, pinte, edhe ikte. Por ajo të denoncoj më vonë në polici për herë të dytë që ti i afrua? Po, 2-3 herë të denoncoj. 2-3 herë. E vëtan. Gjithsesi marruam ato çështje na me gjën, arriti me ullë, me më gjurësuar edhe biznesin, me gjën, jo vetëm si moral, edhe si burr, me gjën, edhe si fëmijë, familje, me shkatruar, po shkatroi të punën edhe gjithçka. Sepse ti nuk ishe më në gjendje, le të themi ti përkushtohesh e biznesit. Patjetër. Kush do ishte në gjendje me gjën të punonte. Sa do me gjallë mua njerëzit i kisha mësuar, po thuash të gjithë vinin vetëm për mua, kupton. Vinë për mua për respektin, për të hëngme me gjallë se gatua një mirë, që ma punua 20 vjetë në Greqi, edhe puna ime kjo ishte me gjallë, me mirësi e me dashuri. Por pse apelove? Edhe më ram psikologjia, më ram punë, fillon duke marrë për poshtë çdo gjë. E qartë, është e kuptueshme, por pse apelove? Edhe sot ne kemi pasur me kredi e kam pas bërë dhe këtë. Kemi pas marrë 3 kredi bashkë me gjithë nosën, e kupton. Edhe tani kanë kaluar në përmbarim. Nga përmbarimi më kanë konfiskuar shtëpinë, më kanë konfiskuar çdo gjë, e kupton. Ishëm i pas zotin me ja nuk kishëm psikologji që të punoj, po deta. Asnjë do kishte psikologji me punu. Më vika keq. Edmond, por pse e apelove shkallën e parë? Vendimi. Sepse nuk ishëm dakord me gjyqin në momentin që më dha zonja me që kërkoi në gjyq, më la 600.000 lekë për fëmijët. Ushqimor, për 4 fëmijët. Po, detyrim ushqimor. Në momentin që më la 600.000 lekë për këtë, edhe për largimin me ligjata për mos largohet jashtë shtetit. Për arsye se zonja do të shkojë çdo, e kam cilësuar dhe në gjykat, me çdo mënyrë që të ikë jashtë shtetit. Janë pa urdhën tim. Kam ketat të drejtë të ikë pa urdhën tim. Por ato këto 2 pika kanë qenë, që kanë qenë apel. Dhe jeni akoma në proces, ende nuk ka dalë apeli, nuk ka vendosur. Jo, apeli tani kemi qenë apel në janar kemi qenë. Edmond. Janar shkurt, po thosh shkurt. E qartë. I dashur Edmond, si e mësove largimin e fëmijëve? Shkurtin e largimin e fëmijës, vajza 2-3 ditë para i ka shkruar mbesës time, se flisim me mbesën e madhe. Me vajzën e vllajt tim. Edhe i ka shkruar, kanë gjetur një mesazh të një screenshot në telefon të mamën që ka thënë do ikim për Francë kontrabandi legalisht. Çfarë do thotë kontrabandi, thotë pyet mbesën. Kontrabandi do të thotë që dish ilegalisht, se është e vogël tani 13 vjeç se dinë ke parasysh. E kuptoj. Edhe do të ikim kështu. Në atë moment që ka marrë vesh që të ike me një natë para që të ike, i ka thënë që unë nuk vi, duhet të më qësh kebadi, të lutem. Edhe i ka rënë të fikë vajzës, duke qarë, i ka rënë të fikë vajzës madhe. Se tani më shprehet ku ka shku atje, kupton? Edhe nuk e ka leju zonja me arte kumë. E ka mbajtur me zorë. E ka marrë me zorë, ka një për makinë, mbasi ka një për makinë, ka kalu doganën, se ka parë me nështë se mos qëna i mesazh me snap, me një fjallë vendodje në gjë, i ka thënë vajzës, se po bënë qëna i mesazh në gjë, se do shkësh në burg. E kupton? Me i fut frikën vajzës. Që si kaluan, mbas 2-3 ditë porën ngulidha me ta ma gjeti mbesa, snapi, edhe jam lidhur me vajzën. Por me ishnuse nuk e mundur do të flasësh. Jo, ka bërë blok në qitë tonë. Edhe nuk dua me një fjallë që të marrë me një fjallë as vllajën e vet, as nënën e vet, as babajën e vet, sepse nuk dua që të shkatroj prapë më shumë veten time. Se nëse unë dhe i marrë, ata do të ngarkojnë shumë gjëra më tepër, e kupton? Edhe mënyra më vetë, më mira për mua që kam parë, jam drejtuar institucionit shtetëror, me avokatën time, edhe pres nga jo. E qartë, ke gjetur rrugën e dur, kjo është rruga e dur, ligjore, duhet të ndjesh. Se nuk po gjej rrugë zgjidhje tjetër. Edmond, ka marrë. Sepse u parashikoj që me çdo kush duhet të më shkatrojnë dhe më, a kupton? Se unë shkatruar jam, unë kishim një restorant që punonte jashtë mase, më njëfte gjithë dursi. Shkojmë aq mirë me një me punën çdo gjë, sa s'kishim nevojë për asnjë gjë ne si familje. Ne lëzonte biznesi. Sot është mbyllur restoranti, apo e ke? Jo, hapur e kam restorantin, po ja, shifet. Po, asnjë s'ka. Më vjen Një restorant që merrte 200 veta, kupton?
Më vjen keq, më vjen sinqerisht shumë keq që edhe biznesi është katruar. Edhe me qira, me një fjalë investimin çdo gjë e kam bërë vetë, me kredi, me 3 kredi ai kam marrë. Edhe sot më kanë qenë për barim për çfarë? Edmond, të ka marrë malli për fëmijat. Po si s'ka marrë malli e Terezia, a ka njeri që se merr malli për fëmijët? Ata janë jeta ime. Unë për ata kam bërë gjithçka, kupton? Për ata kam bërë gjithçka. Edhe do vazhdoj të bëj gjithçka. Por gjithsesi me jallë më shkatroje me jallë atë nuk e pranoj dot këtë jallë ime. Se djersën time, me jallë që kam hedhur 20 vjet në Greqi, që kam marrë kam ndërtuar diçka këtu, ajo për mua më ka vrarë shpirtërisht, e kupton? Se ishte diçka me gjë që mendojnë për fëmijët e mi, mos vuajnë nesër mas nesër, të kenë diçka me anë, mos vuajnë si unë. Që unë kam ikur me një këmbë nga 6-7 ditë, e kupton? Nëse ish bashortja juaj, do ta kishe përballë se unë ke mua. Kush është mesazhi që do t'i jepje? Fëmijët e mi paktën të kthehen në vend vet. Nëse ajo dëshiron që të rrihen nga vet, që baba vet nuk e mban asnjë. Ama fëmijët e mi janë fëmijët e mi. Nuk i mban dot as nga babai, as babai nga nëna. Vendim nga gjykata, e cila ende se ka marrë, po do e marrin në muajt në vazhdim, që mund ta dënojë atë nënë. Unë e kuptoj që ti nuk kërkon dënimin, por kështu funksionon. Kështu funksionon, po, ai do të shkojë. Jo dënimi, sepse një njeri mund gabojë, me kaq çdo kush mund gabojë në jetën e vet. Nuk do të thotë që të gabove të vrasë ty, e kupton? Jo. Si me këtu me gjykuar, as me vrasë, as me prej, as gjë. Ne duam thjesht që të kemi me një mirë kuptim. Ja, bërë kjo, okay, ti ke bërë nga nevrat e sipër, nga egoja, të kanë shtyrë, të kanë bërë është puna vetë. Nuk duhem burgos atjeri, jo, sa është nëna 4 fëmijëve mi. Unë dua thjesht që të kthehen fëmijët e mi. Është qartë, por ne duhet të kuptojmë që duhet të respektojmë ligjin. Nëse e shkelim ligjin, ndërshkohemi. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë të gjithë. Po, patjetër që po. Unë edhe në gjukatë, kështu kam kërkuar gjithmonë, e kupton? Nuk kam kërkuar as dhunë, as pisenë, as gjë. Sa është nëna 4 fëmijëve mi. Sa herë edhe në çdo procedurë që kishim dhe çdo çyq që kishim, kam qenë kundër. Nuk kam qenë pro me gjë që mundahet me nëna 4 fëmijëve. Por fatkeqësisht ajo martesë u shkatërrua dhe mbi të gjitha tani po përjeton edhe largimin e fëmijëve dhe kjo është ajo që të tani më që më shkatroi familje, shkatroi fëmijë, shkatroi biznes, më shkatroi gjithçka. Edhe moj dhe fëmijët edhe iku. Në kjo i thotë që e di që është puna dhe nuk kemi shtet këtu, nuk është shteti funksional. Unë që jam kriminal, okay, dhe ti s'ta mbron, s'mban dot mua. Po them se jam un kriminal. Ti si shtet s'mban dot mua. Nëse unë jam kriminal, më fut në burgëlla. Ma fakto që ti unë jam kriminal, edhe më fut në burg. Jo, me një të bësh tilla gjëra. Edmond, unë të thash, nuk as i pari as i fundit baba që ke këtë problem me largimin e fëmijëve, ku shumë nëna pas divorcit marrin fëmijët, largohen për një jetë të mirë dhe mbyllin telefonin, fikin, bllokojnë numra dhe i ndajnë fëmijët nga babai i tyre, por nuk e kuptojnë që ky është dëmi më i madh psikologjik që u bëjnë fëmijëve, duke i ndarë nga babai, apo edhe kundërta nga nëna. Uroj që ajo ta kuptoj këtë gjë. Ju ja dhat mesazhin që ajo duhet të kthehet, sepse ti je babai dhe ke të drejtat e plota për takimin atyre fëmijëve. Uroj që ta marri këtë mesazh, është shumë rëndësishme që ta marri këtë mesazh, uroj që të reagojë dhe ne të dy të mbetemi së bashku në kontakt, Edmond. Edmond, të përshëndes, gjithë të mirat. Faleminderit për kohën që më dhe trut zoti i madh. Mbetemi në kontakt, mirupafshim. Faleminderit. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Dërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 më keni me këto histori njerëzore, histori reale, histori shqiptare. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.